Perëndia na ka zgjuar në të vërtetën shumë të rëndësishme në lidhje me manën si pjesë e procesit për të na ndihmuar të kuptojmë se kush është Krishti. Rreth 2000 vjet më parë, shumë judej, farisej, mësues të ligjit dhe izraelitë të tjerë e pyetën Jezusin: "A je vërtet Perëndia që do të vijë në këtë tokë?" 당신이 진실로 이 땅에 오신 하나님의 그 존재이십니까?라고 예수님께 여쭈었을 때 Në atë kohë, Jezusi i zgjoi ata përmes një shëmbulltyre se ai vetë është mana e jetës që zbriti nga qielli. 그 만나임을 일깨워 주셨습니다. Izraelitët e pyetën Jezusin për manën, duke thënë: "Stërgjyshërit tanë hëngrën manën në shkretë të tir. 40년 동안 A mund të na tregosh një shenjë të mrekullueshme si pika shembull të bjerë mana nga qielli për 40 vjet?" 만나에 대한 문제를 제시했을 때 Jezusi u përgjigj: "Unë jam mana, buka e jetës që zbriti nga qielli." 바로 그 만나다. 이 사실을 Ai e theksoi këtë fakt disa herë, përsëri dhe përsëri. Megjithatë, ndonse donin ta njihnin Perëndin, ata nuk besuan në Jezusin. E njëjta gjë është e vërtetë në këtë epokë. Dishepujt që ishin me Krishtin besuan se ai është realiteti i manës, edhe pse shumë judej nuk besonin në të. Jezusi e pyeti: "A do të më lini mua ashtu siç bën ata?" Kur Jezusi bëri këtë pyetje, Pietri u përgjigj: "Perëndi, te kush të shkojmë? Ti ke fjalë jetë të përjetshme. A nuk të ndjekim ne, duke ditur dhe duke besuar se ti je realiteti i manës së jetës që zbriti nga qielli?" Pietri i dha dëshminë e tij të besimit Jezusit në këtë mënyrë. Jezusi u përgjigj: "A nuk është kjo arsyeja pse ju kam zgjedhur? Perëndia u ka dhënë njerëzve të tillë të vërtetën." Perëndia i lejoi ata të kuptonin se Krishti është realiteti i manës nëpërmjet beslidhjes së re të quajtur Pashkë. Kur ne kemi një kuptim të plotë të asaj që ndodhi 2000 vjet më parë, mund të kuptojmë qartë se si Krishti do të na shfaqet në këtë epokë. 이 내용에 대해서도 분명히 이해할 수가 있습니다.